Sa herë të kam thirrur, pse nuk jap telefonin vlla? Si është Feraje? Mirë është. Vëlla, prit një minutë. Le të flasim, më trego se çfarë ndodhi, si u bë? Feraje dogji shtëpinë e Vreshtit. Kur ajo e mori vesh pa pritmas, duhet të jetë shmendur. A, i tha jo diçka të ishtë për ju të dy? Jo. Oh, në rregull. Feraje sigurisht do të mësohet me të, me kalimin e kohës, vetëm duhet kohë. Sa lirshëm që flet o djalë. Ajo mund të kishte vdekur për shkakun tim. Mos bërtit dikush do dëgjoj. Faleminderit Zotit atë që nuk ndodhi. Kur doli nga spitali nuk duke i mirë fare. Vëllai im i ndihmoi asaj. Unë e shikoja nga larg, thjesht nuk mund të bëj asgjë, kanë. E kuptoj. Nuk është e lehtë, por çfarë të bëjmë? Shiko. Të mbaj afshur nga të tjerët, mirë. U thosh se shoku yt erdhi dhe të mori. Ishte një surprizë apo diçka e tillë. Ti isha aty. Mjaft njeri, nuk e duroj dot mirë, nuk mund të vazhdoj kështu. Çfarë do të thuash, vëlla? Nuk duroj dot. Çfarë do të thuash, vëlla? Prit këtu. Përgjigju, më kthe përgjigje? Përgjigju, çfarë do të thotë, ë? Nuk mund të vazhdoj, çfarë do të thotë, nuk mund të vazhdoj. Nuk mundem, nuk mundem ta bëj, unë nuk mund të martoj me Alenën djalë. Më duhet të gjej një zgjidhje dhe të jap fund kësaj tani. Vëlla, mirë, unë të kuptoj, ë? Kishe shumë frikë se do të vdiste Feraje, por qetësohu. Shiko, nuk ka qide për këtë vëlla. Ti na rrezikon të gjithëve edhe Ferajen. Vëlla, shiko, të lutem, mos na tërhiq në rrezik. Të lutem. O kanë duhet të gjej një mënyrë që nuk ta rrezikoj askënd o burr. As që menduam si duhet, thjesht që dorëzova veten Xhamilën. Xhamilën na rrethoi si oktapot. Shiko më dëgjoj. E di që unë shkaktova vdekjen e Borës dhe që e hodha në liçim, por nëse ajo flet, gjithçka zbulohet vëlla. Pastaj jemi në telashe. Pranoje këtë tani, të lutem, prano. Hajde vëlla, hajde. Çfarë po bëni ju? A jeni duke u grindur? Nuk është puna yte, largo prej këtu. Më shiko mua. Kujdes goja e jana vete. Thire vajzën time. Ajo po të pret në shtëpi. Duhet të zgjidhni një datë martese sot. Mirë, motër Xhamile, vëllain do të bëj çfarë të duash, siç u morën vesh. Veproni në mënyrë racionale. Mjaft. Nuk i ke vënë vajzës time unas afirin në gisht. Mos ma shtuj durimin tim. Çfarë ndodh nëse është ty, ha? Mos e mbaj kot atë unas. Nëse shoh një lëvizje të gabuar, do ta vendosësh në gishtin e trupit të Pajet të Ferajes. Me të mund të jesh vetëm në botën tjetër. Mjaft, o e fliçor. Shiko mua, fal si duhet me mua. Dikush do të dëgjojë. Hesht. Të lutem vëlla. Motra Xhamile? Motra? Çfarë ndodhi, pse u habite? Unë dhe Dhëndri po flisnin për dasmën. Çfarë dëshiron ti zemër? Ashtu. Vural Bakërçi erdhi dhe zotri Omeri tha se Amani dhe Okani duhet të ngjiten lart. Mirë, motër Nesrin, do të vim. Për ndryshe, urime zotri Aman. Hajde Nesrin, hajde vajz. Hajde të ikim. Hajde. Pse erdhi ai njeri? E ku ta di unë? Ndoshta ka mësuar gjithçka, po mundojmë kot. O kanë mjaft. E çfarë mjafton? Çfarë mjafton? Çfarë mjafton? Çfarë ndodhi? U trembe? Fatkeqësisht ne kemi çështje më të rëndësishme se sa ankthyti dashurisë. Mendo për mua, për shembull. Ndalo se qenë egoist. Unë bëra vrasën për të mbrojtur. Na pas ke thirrë neve gjysh. Ullën e aty. Mirë se erdhët.
zotëri Vural. Të gjithë janë shumë të qetë, shpresoj që gjithçka të jetë mirë. Ka. Djali im mungon. Pse e ndaluat? Më falni. Unë nuk do të pi. Në rregull, lere, mund të largohesh. Ashtu, Bora nuk ishte jashtë vendit. Badi i dërgoi një mesazh dje kur ishte me ne. Më kujtohet kështu. Kur zoti Vural nuk e takoi, u shqetësua dhe hetoi. Bora nuk është jashtë shtetit. Atë mbrëmje Bora shkoj në një klub për t'u argëtuar. Mos e tund këmbën birë. Çfarë po ndodh? S'kam asgjë Miriam, Miriam gjysh. A nuk ka askush që e ka parë në afërsi? Kamerat e lokalit nuk funksionojnë, por kishte një grup njerëzish. Bisedoj me disa vajza, pa asnjë incident apo asgjë. Pastaj u larguan nga aty. Mendon se ati i ka ndodhur diçka? Nuk mendoj. Por jam i shqetësuar. Sepse Bora nuk më bën asgjë të fshehur. Oh, e lutem. Kush mund të guxojë të prek djalin tën? Mos thuaj këtë gjë. Nëse dikush ka një dëshirë për vdekje, vlla, na tregon nëse dëgjon ndonjë gjë. Sigurisht. Mos u shqetëso për këtë. Nuk ke nevojë as ta përmendësh këtë. Rriqet. Mos mendo për gjëra të këqija. Shiko, ata janë të rinj. Ndoshta ka shkuar mbas të një vajze. Ndoshta ka diçka që ai nuk mund ta shpjegojë. Të presim për të punë. Shpresoj të jetë ashtu, vlla. Shpresoj të jetë aq e thjeshtë sa thua ti. Me lejen tuaj. Po ju shoqëroj unë. Djalë, Vralli kërkon të shtyjë hapjen e fabrikës derisa ta marrin lajm nga Bora. Bëj rregullimet në përputhje me rrethanat. Do të bëjmë mbledhjen tonë të buxhetit. Asgjë të mos mungoj. Sigurisht gjysh. Faleminderit vlla Omer. Nëse ka diçka që mund të bëjmë për ju, dua të them, nuk e di, një mbështetje, një ndihmë. Këtu jemi. Faleminderit biru. Duhet ti kishe thënë burit se ndjej dhimbjen tënde dhe të përqafoje? Ishe aq nervoz sa gjyshi kuptoj të gjitha. Mendova se ndoshta Vorali mund të dishoj për diçka, ëh? Çfarë duhet të bëj, ëh? Gjithsesi, e kaluam. Unë mund të zbres në atë skaj. Oh, po, ke të drejt, nuk duhet të na sheh dikush. Tani do të ndalem. Është mirë? Ke kujdes për veten. Shihemi. Miru pafshi. Qetin, të lutem, të hym brenda. Hajde, mos u çmon, të lutem. Shiko, ajo ende është zhdukur, shiko. Le të vi, pastaj unë do t'i tregoj. Në rregull, këtë mund ta vësh në shtëpi. Hajde, do të na turprosh në rrugë. Dikush mund të na shoh, të lutem e. Nesrin, nuk ka njeri këtu, ndalo. A dëshiron të bëjmë një skenë para babait tënd? Tensioni i gjakut të tij do të rritet, pastaj do të përfundoj në spital. Mos e bëj. Pse po qëndron atje? Eja këtu, eja. Eja këtu. Si është Hazalli?
A doli ajo nga spitali? Po, Baj, s'ka po mashtron ti, ka po mashtron. Unë shkova të kërkova të Azale dhe ajas nuk e dinte për ty. Nuk kemi fjetur gjithë natën, e gjithë shtëpia nuk ka fjetur. Mu përgjegj në fjalë ku ke qenë. Mos më çmend, me këshë gjithë Në natën. rregull që ti mos u çmend, o zot. Moj Nesrin, si të mos vi një vajzë gjithë natën në shtëpi. Çfarë do të thotë kjo? Në rregull, unë do të flas me të. Qetëso tani, shko. Mos e frikso vajzën, mos u emociono me njerë. Nuk kam mbaruar akoma me ty zonjusha Feraje. Do të flasim përsëri. Mirë, shiko punën tënde, hajde. Qetin? Urdhëro. Çfarë ka? Gjithçka është mirë, si zakonisht. Njëjtë, po punojmë. Pse i bërtet vajzës në mes të rrugës? Ma vjen keq që bëm pak zhurmë, më fal. Është një çështje familjare. Ne do të kujdesemi për ata në shtëpi. Nëse ka diçka, Qetin, duhet ti flasësh si njeri, ajo është një vajzë e rritur. Ndoshta ka pasur një problem. Jo, do të them, nuk ka probleme në fakt. Gjithsesi të mos ju mbaj zotëri Atesh, duhet keni punë për të bërë. Po, kam. Ditë mbarë. Çfarë të interesant. Hala ime! Vajza ime? Bi, baba, isha shumë i shqetësuar për ty, zana ime. O, bia ime, shpjekti, me bukura ime. Shoqja jote si është mirë. mirë është mirë. Të na telefonoj dhe të na thoshte se gjithçka është në rregull. Ha? Nuk ke bërë kur diçka të tillë ti. Isha shumë i friksuar. Të kërkoj ndjes. Feraje? A mos ke qarë sot? Të janë skuqur syt. Çfarë ka ndodhur bi? Jo, baba nuk kanë fjetur mjaftueshëm prandaj. Kunat! A mund të ma hekurosësh këtë? O, zonjusha Feraje. Mirë se erdhët. Si e zonjush? A je mirë? Si kalojnë ata jote e bukur? Alena, shoqja e saj, e diti, ishte sëmur. Sigurisht, po, e drejtë. Ajo ishte e sëmur shoqja e saj. Gjithsesi, Kunat, ti a mund të ma hekurosësh mua këtë? Baba shpirt, jam shumë e lodhur, unë do të shkoj në shtrat pak. Po të ndodh diçka më thrit. Mirë, shpirtin, mirë, shumë mirë. Atëherë, mbasi ti do të flesh, unë të viti nxjerr gjërat e mia nga dhoma. Nuk e dëmtova fustanin tënd, ri rehat. Nuk të kuptova. Dje e mora nga ti për të takuar me Jamanin. Ti e përpikt, ndaj nuk të kam lar rrobat. Do ta lash vet. Gjithsesi, ti ku shkove mbrëm pa pyetur asnjë njeri? Më thuaj? Mora një telefonat dhe dola. Oh, sa e pasinqert që je. Mos u bëj kaq e qartë se je xheloze. Alena, në rregull, mos i bëj presion asaj dashur, hajde. Më falni, a thua çfarë po bëni këtu Kunata Nesrin? A nuk po hekurosi rrobat e mia ti? Vajs, pa merak, do të kujdesem për 2 minuta, do ta bëj. E mirë, kujdesu për 2 minuta atëherë. Alena, do të dilje nga dhoma. Jam pak e lodhur, dua të fle. Mere, mund ta kesh dhomën. Përveç kësaj, unë do të zhvendosem në rezidencë në dhomën e Amanit. Sot do të vendosim një datë dasme. Aj, përbes, jam shumë lodhur prej tyre. Ajo është një gjë dhe nëna e saj gjë tjetër. Çfarë humori. Vajs, nuk mund të them asgjë, a? Çfarë do bësh nesërin? Patjetër e ke ta dhurosh. Tani ti po thua se më kam probleme të mia për veten apo jo? Ta kuptoj.
Vajs, përbes, më vjen shumë keq. Thjesht u lodha me ato të dyja. S'po them asgjë, nuse. Bukuroshja ime je ti. U zemrova shumë, e di. Ai si mund ta bëni këtë me ty? Unë nuk e kuptoj thjesht. Ti dje me Amanin isha apo jo? Çfarë të tha ai? Nuk tha asgjë. Është e vërtet. Ai e do Alinën. Ai do të martohet me të. O zot, o zot. Vajs, çfarë bëri Alina për t'ia ndryshuar mendjen? I vuri unazën e gisht ka shpejt? Burrat janë të gjithë njësoj. A nuk është ashtu? Ne ram kështu pas pamjes së tij plot dashuri. Menduam ai ishte njeriu. O vajs, duhet ta kishe marrë ngadalë. Kështu ai të pasi një copë torte dhe pastaj shkoi te Alena, e shikon? Nëse ti çfarë po përpiqesh të bësh tani? Përpiqesh të më çmendesh? Çfarë po bën? Vajs, jo, unë thjesht mendova se do të hapesh dhe... Mirë, a do dilje ti nga dhoma? Në rregull, po iki çfarë tani? Mos e dil. Po iki, o zot, o zot. Të gjithë të çmendur janë në këtë shtëpi. Si të dukem? Herën e parë që e pash të fustan dhe imaginova të këti. Por nuk e dija që do qëndroj kaq bukur. Vëlla, do të them diçka, por mos u zemro. Gjemila sapo tha, Alina po të pret në shtëpi, ku është vëlla yt. Më ka futur në qosh. Do të shkoj pas pak. Mirë. Vëlla, a do të pim kafe? Dëshiron edhe mbalësir me kafen? Ndonjëherë përpiqem të veproj normalisht në mënyrë që të harrojmë pak, po mundojmë të harroj për një sekond. Mos më nervozo. Për shumë net kam pasur edhe makthe, duke u zgjuar, duke u mbytur. A ke ndonjë ide? Ndihu keq për mua një sekond, të lutem. Mendo pak për mua, vëlla. Ti as pak nuk mendon për mua, vëlla. Nuk e përballoj dot. E di, djalë, më ke thënë. Ka gjëra më të rëndësishme se vuajtja ime e dashurisë. Ti u bëre një vrasës për shkakun tim. Vëlla, nuk e kisha fjalën për këtë, të lutem. Përbes, më ke keq kuptuar, a? Më vjen keq. Në rregull, o Carmelo. Vëlla, më fal, të lutem. Mendo të qetësohesh pak. Qetëso, hajde. Pyes veten nëse ka funksionuar ndonjëherë ti thuash dikujt të pushoj. Është si ti thuash një personi që po mbytet ta gëlltis. Vëlla, të kuptoj. Më vjen shumë keq edhe për Ferajen. Ti nuk mund ta kuptosh atë që nuk e ndjen, o kam. Nuk e pasur kur diçka kaq të thellë maskën. Sa kohë ka qenë lidhja jote më e gjatë? 3 muaj? Ke bërë një gabim me ti? Uroj të mos më kishe shpëtuar. Do të ishte më mirë nëse unë do vdesja. Vëlla, mos e thuaj këtë. Mos e thuaj, të lutem. Djema, çfarë ndodhi? Jeni nervoz? Nuk është asgjë e rëndësishme. E zemërova pak vëllaun. Në rregull atëherë. E pash gjyshin? Vorali ishtu. Djali ti si quhej? Bora. Bora u zhduk. Po, kështu thon. Për këtë zjarin, çfarë i the gjyshit ti? Çfarë mund të kisha thënë, vëlla, thash se filloi nga kutia e sigurisave, nuk i interesonte shumë, ai tha fol me një elektricist. Do me thënë është në rregull. Ti e solli Ferajen në shtëpi apo jo? Si është? A është mirë? Mirë është, por vajzat pothuajse vdiq. Ishte shumë keq, por u bë më mirë më vonë. Asgjë për të shqetësuar. E kuptova, vëlla. Në rregull. Çfarë ka ky? Është pak nervoz këtë ditë. Ai gjithashtu u zemrua edhe me mua, pas një arsye.
Haroje, hajde. Le të hyjmë brenda tani, hajde. Mirë, hajde, kafe? Alo? Nën, çfarë bëre? A e pe Jamanin? A i erdhi tek unë dhe më tha nëna Gjemile kisha shumë punë dhe nuk e thira. Oh, nën, ty atë thiri nëna Gjemile? Shpirt është ajo. A i tha se do të caktoj datë martese sot nëse nuk e kam problem. A i do flasë edhe me prindërit e ti. A e gati ti e bukrejme. A i do të vi për të marrë së shpejti. A jo, nën, ende nuk jam gati. Mbyllu telefonin, do të bëjmë gati. Kam emocione. Në rregull, bija ime. Në rregull, bija ime. Zoti të bekov ty. Vëllai Jaman? Ren? Çfarë ka? Unë jam mirë, kam pikturuar. Askush nuk është në shtëpi? Ashtu gjyshi im po flen në sallon, edhe halla po flen në dhomën e saj. Ti vazhdo të pikturosh, unë do kthej më vonë, në rregull? Në rregull. Hajde pra. I dashur? Ereni më tha se ke ardhur, mendoj se ka menduar se jam këtu. Oh, Feraje, çfarë ndodhi me ty vajzë? Dukesh sikur ke parë një fantazm. Isha në gjumë. U tremba kur e pash papritur para meje. Oh, e dashur, nga çfarë ke frikë? Ai është dhënë ry tani. Unë do të pres në makinë për ty jashtë, hajde Alina. Mirë, i dashur, nuk do vënohem. Unë kam lënë një vath këtu dikund. E gjeta. Me qëra fjala, më falë zemër të zgjuam, unë do të dalë dhe ti mund të kthesh për të fjetur në rregull, të puth. Mirë pafshim. Zoti ma. Si duhet ta duroj uta.
duroj unë këta. Gjall, ti a dëshiron të më shmendesh mua? Në të gdhirë vëllai Ferajas erdhi në derën time, gati humba mendjen. Ju të dy ishit bashkë, apo jo? Po, Si nuk e di një telefonat ose mesazh apo diçka tjetër, nuk e keni menduar? Sepse edhe unë jam njeri, unë po të telefonoja dhe ti nuk u përgjigje, edhe Feraj gjithashtu nuk u përgjigje. Përshëndetje. Si e Hazal? Asgjë. I dashur? Aja dhe Hazalit lajmin e madh. Çfarë do thot i dashuri im? Çfarë po ndodh? Shiko e dashur, kjo po ndodh. Jamani më propozoi martesë. Apo luan një lojë me mua tani? Të betohem se po luan me mua. Kjo duhet jetë një shaka, apo jo, Jaman? jo nuk është. Nuk është. Nuk është shaka. Aj më fal, por çfarë po thua ti Hazal? Përse po habitesh kaq shumë më thuaj? Ne jemi të dashuruar, po martohemi zemër. Du të thuash jam shumë i lumtur për ty apo diçka e tillë dhe nëse është gënjeshtër. Jeni të gjithë shumë xhelos për mua. Hajde të shkojmë i dashur, largo nga rruga ime. Pse po qesh? Gjëra të mira po ndodhin në jetën tonë. Jam pak emocionuar. Unë të thash ty që Alena po shkonte shumë shpejt. Ajo e gjeti një kismet dhe po martohet tani. Oh, vërtet? Kjo që nga e bukur. Në fund do të vinë në vete. Po me kë po martohesht? Ashtë prej këtuaj? Po. Ajo është djali një familjeje shumë të pasur. Të pasur? Princi cilës mbretëri është? Ai është një djalë i një familjeje shumë të mirë. Nëse është djali një familje të pasur, duhet ta njohim me siguri. Djali kujt është? Zëndrim do të deklarohet vetë. Dhe unë u pajtova për këtë. Do ta dëgjoni shumë shpejt. Mirë. Çfarë mund të them tjetër? Zoti i bekoft. Amin, amin, shpresoj. A keni një kërkesë tjetër? Jo. Mund të shkosh? Ju qoftë mirë. Djali i cilës familje të mirë do të martohet me vajzën e saj? Nën e bi, kush e di kë mashtruan? Feraj, çfarë po ndodh? Sa po i pash ato të dy? Nuk mund ta besoj, a është kjo një shaka? Çfarë është kjo? Prit, në rregull, fillimisht laj fytyrën dhe ndro rrobat. Le të dalim dhe të flasim jashtë, në rregull? Më është nxjerr truri vajzë, më trego gjithçka. Mirë. Po vi. Po të vres unë këtu, në rregull? Nata me këna bëhet në shtëpi për mua s'po pëlqen, mund ta bëjmë atë në hotel. I dashurim, shiko, po pëlqen shumë ky serial indian, është shumë i bukur. Jam duke vozitur makinë. Të kërkoj falje i dashur. Pra dua të them, duke veshur një kaftan. Ju dëgjova dhe pash çdo gjë. Njerëzit si Vuralli do të bëjnë gjithçka për t'u marrë. Ata do të vrasin Ferajen dhe ty dhe gjithë familjen tënde. Ata do të kryejnë një masakër këtu. Do të bësh atë që them unë. Ti do të propozosh martesë Alenës sime. Do t'ja vësh unazën me Safirën në gishtin e vajzës time. Ju do të jeni burrë e grua. Tja po tallesh me mua. Kjo nuk do të. Atëherë dhe gjithë do të mësojnë gjithçka. Jaman, apo martohemi vërtet, apo ndodh vërtet kjo gjë? Shpresoj, to mos jesh i lumtur asnjë ditë të jetës tënde. I dashur, bëj kujdes. I dashur? I dashur, Yaman! Yaman! Yaman, kujdes!
A je mirë? Alena? A je mirë? Në rregull, prit. Mirë, hiq e ripin e sigurimit. Mirë, eja. Në rregull, dil jashtë. Hajde, në rregull. Eja këtu. Eja, mbështetu të makina. Mbështetu këtu. Hutova në një moment, më vjen shumë keq, nuk e pash. A je më mirë? Hiqe dorën? Hiqe. A të dhem këtu? Të shkojmë në spital. Çfarë ndodhi? Është hera e parë që më prek. Duket se është mirë me ty. Gjithçka as në ban nuk e asgjë. Mirë, hajde le të shkojmë tani të mos vënojmë. Mirë, në rregull. Pra, nuk mund ta besoj, Nuk mund ta besoj. Çfarë po ndodh këtu? Eja të ulemi këtu. Edhe unë jam zëruar me ty dhe do të flas. Edhe unë po të kërkoj aty. Ku ishe ti? Xhaxha im të thiri, por ti nuk u përgjigje. Vazhdimisht më thirrnin mua me kunatën. Mezi i binda, unë ata doni të vinin këtu. Unë i thash se ishe helmuar dhe ke probleme stomaku. Ta dish. Ai e di. Nëna më thiri sot në mëngjes dhe mezi u bëra gati. Turp të qof kushërira. Së paku më dërgoi një mesazh. Ato do të ishin në derën ton pas një ore nga Kajseri. Çfarë po thua, moj vajz? A do të ishte më mirë kështu? Kështu thua, më mirë. Mos u zemro vajz, mos u zemro më njëherë. Faleminderit. Shpirti, masu nuk mund të vija në ditëlindjen tënde. Takova një të ri dhe prandaj nuk munda të vi. Nuk ka rëndësi. Unë do të them diçka. Çfarë po ndodh me ju të dyja? Dukeni shumë të tmerrshme. Asgjë e dashur, si zakonisht. Në rregull. A mund të marr Chelsea të lutem tani? E kam haruar time në shtëpi. Merë dhe zhduku. Mirë, në rregull. Po shkoj të puth. Shihemi. Hajde. Ende nuk mund ta besoj. Ajo që po ndodh është jashtëzakonisht jo reale tani. Pra ky djalë të zgjon në mëngjes në ditëlindjen tënde. Pastaj të lidhi sytë dhe të ngriti në ajër nga shtrati. Tani me të vërtet nuk e kuptoj. Do të thotë se nuk mund ta shihja fytyrën e vërtet Yamanit. Gjithmonë kam besuar pa kushte. I kam besuar atij shumë në çdo gjë që ka thënë. Më shiko mua, mos guxo. Mos guxo të fajsosh veten për këtë gjë. Ishte i dashur i yt i fëmirisë, gjithmonë bën televizje të tilla. Çdo kush do ta kishte besuar, do ta kisha besuar edhe unë. Unë jam shumë e zemruar, por unë ende nuk mund të urrej atë Hazal. Të thash, e erdhi për të marrë Alenën në mëngjes. Kur u zgjova unë në dhomë, pa pritma se bash fytyrën e atij para meje. Prita që ai thoshte, pse ishe kaq e friksuar e dashur? Ishte sikur të zgjohesha. Nga një makt shumë i madh i imi. Shpirti im, të lutem, mos u mërzit, ti nuk je fajtore. Ti nuk duhet ta uresh atë, në rregull? E urej unë atë fanatik. Mjaftoheshëm për ne të dy. Do të kaloj. Vetëm të duhet pak kohë. Ti je një vajzë e fortë. Tani më duhet të jem edhe më e fortë se kur. Unë nuk jam vetëm një. Çfarë do thotë kjo? Hazal. Unë jam 12 javë shtatzën. E mora vesh sot në mëngjes kur hapa sytë në spital. Çfarë? Ti je shtatzën? Je shtatzën? Ti do të bësh nën? Pra do të bësh nën? Çfarë do të bëjmë tani? Unë mendoj se do të vdes nga ankthi. A e di Yamani këtë? Jo, nuk do t'ja them. Pra çfarë do të bëjmë? Çfarë do t'i thuash familjes? Nuk e di. Nuk e di, por unë do të gjej një mënyrë. Do ta gjejmë
së bashku do ta gjejmë, ti nuk je vetëm, më kuptove? Unë tani do të qetësohem pak dhe do të mendojmë për gjithçka në përputhje me rrethanat. Sigurisht do të përjetoj traditjen time me merit. A ke shkuar tek ndonjë ginekolog? Çfarë ke bërë? Jo, në rregull. Ngriu, ku ta di, le të shkojmë te një mjek. Unë mendoj se ti duhet të marrësh vitamina ose diçka tjetër. Hajde, ngriu tani. I dashur, mendoj se duhet ta marrim datën e dasmës për 2 ose 3 muaj më vonë, sepse do duhet të organizojmë një fejesë dhe të përgatitemi. Asgjë nga këto nuk do të ndodhin. Nuk e kuptova. Ne do të vim brenda, do të në shkruajmë pas pak, unë kam organizuar gjithë shka. Ti a doje të më surprizoje? Jo, nëse u thosha prindërve të mi se do martohemi, ata do të kishin bërë gjithë shka për të parandaluar. Ke të drejtë, sigurisht nuk e mendova këtë, ata nuk më duan. Po ata nuk të duan, prandaj duhet të bëj kështu, prandaj mos më prit gjëra të tilla fejesa dhe dasma. Në rregull. Do të them, nëse nuk kam mënyrë tjetër të jemi bashkë, jam në rregull me të. Por unë mendoj se ke marrë fustanin tim të nusëris apo jo? Nuk e mora. Në rregull? A turp për ty, Yaman. Nëse më kishe thënë të paktën do kisha veshur diçka të bardhë ose një buqet të kisha marrë. Nuk mund ta mendoja, Alena. Hajde të mos vonojmë. Yaman, ne nuk i tham asgjë nënës time. Ne nuk kemi dëshmitar, nuk kemi asgjë. Çfarë është ky nxitim jeta ime? Do të gjejmë dikë brenda. Në rregull, hajde. Mirë atëherë. Po shok, dëgjoj këtu. Do të gatuaj një mish të tillë që të shtangesh. Lere tani, ti e dogje radhën e fundit mishin. Tani unë do ta bëj zgarën. Dile. Çfarë ka atje? Çfarë është kjo? Ai nuk lëviz. Mendoj se ka vdekur. Gëzaj, a mos i budalla? Çfarë ka ore? Do na futesh në telashe këtu. Do ta telefonoj policinë. Mirë, telefono atë. A ke shumë kohë që je këtu? A mos e i së mura për diçka e tillë? Jo, valla, do t'i iki për një minutë dhe sa ju kam borç, merri këto valla. Faleminderit. Faleminderit shumë.
I dashur, ku ishe deri tani? Më le këtu, është pothuajse mbrëmje, edhe unë shumë u friksova. Të thash kisha gjëra për të bërë Alena, sa po i mbarova tani. Ha, mendova se ke shkuar të blesh një unaz martese. Nuk do të mbaj unaz, do ta mbas. Për shiko ti ke unazën e gisht. Mirë atëherë, Hajde mbaro ushqimin edhe të shkojmë. në rregull. Por, me qëra fjala jetë, i tregova në nësime. Ajo u habit në fillim, por pastaj më tha se është mirë, Diamani bëri gjën e duhur. Ti, Alena, i the që mos i tregoj askujt apo jo? Po, i thash të qëndroj jashtë, do ta shpjegojmë këtë vetë. Të gjithë ishin aty. Pra, çfarë do të bëjmë kur të na shohim bashk? Ata në fillim mund të befasohen, por kur themi se ne e duam njëri tjetrin, ata ndoshta do na kuptojnë. A nuk është ashtu jeta ime? Më falni, a mund ta sillni faturën? Ha, unë des tani, shkëlqyeshëm. Faleminderit Hazal shpirt. Mos e përmend, është thjesht një telefon i vjetër që qëndronte në shtëpi. Shiko tani, më lejo të përmbledh planin ton përsëri se do të veprojmë. Ne do diplomojmë pas një 2 muajsh. Të gjithë e din këtë, do thuash që do shkojmë në Stamboll për praktik me Hazalin. Shkolla do ta rregulloj këtë. Ne do të largohemi, do gjejmë një punë dhe do qëndrojmë në konvikt për një kohë. Atëherë do thuash që nuk mund të largohem nga puna derisa të lindesh fëmijën, në rregull? Çfarë do të bëjmë më pas? Si do ta fshih fëmijën unë tani? Do të mendoj më vonë Feraje. Le të largohemi së pari nga këtu. Do gjejmë një zgjidhje për të, në rregull? Të dua shumë ty. Edhe unë të dua shumë, vajzë. Ti je si një motër për mua. Edhe ti për mua. Unë do të bëjmë teze, as nuk mund të gëzohem. Nëse mërzitesh shumë ose të vjen të qash, më telefonon me një herë. Mirë, ti mos u shqetëso për mua. Pra, duhet të them nuk është shumë e mundur, por gjithsesi. Hajde, mirupafshi. Bëj kujdes. Edhe ti mos u fto, hajde futu brenda. Vajzë për ma humë durimin. Ku ke qenë gjithë natën? Nuk ke telefon që të telefonoj. Mora telefonin e vjetër të Hazalit dhe mora përsëri një kartel. Nuk do të shkosh me askon pa treguar. Në rregull? Shko në rezidencë. Ndihmo në përgatitjen e tryezës, hajde shpejt. Mjaft medaljet. Dhe më në fund u shfaq zonjusha Feraje. Vajz, ku je ti deri tani? Vëllai yt u zemrua shumë. Fola unë me të. Ti tani pse po më flet kështu? A e di sa orë kam folur sot me vëllain tënd? Një shoqë e saj që nuk e njohim është mur. Prandaj ajo tha se ishte me Hazallin që mos inatoset. Për ndryshe do të flisja akoma me vëllain tënd. Faleminderit shumë, Nuse. Çfarë duhet bëj unë? Merri gjëra që janë aty. Pastaj do më ndihmosh në kuzhinë. Ti ke pasur ndonjë grindje apo jo? Me qenë saj nuk ka asgjë për të fituar, Jamani hoqi dorë nga ty. Më lërë të qetë. Ti gjithmonë më ke njohur si të keqe, por të paktën është e qartë se çfarë jam unë. Mbarove? Nuk kam mbaruar. A shkove pas Jamanit atë natë? Çfarë të thaj? Çfarë keni bërë deri në mëngjes? Unë nuk isha me Jamanin deri në mëngjes. Mirë e kuptoj. Ai Alenën e do. Më lërë të qetë. Çfarë kërkon akoma nga unë ti? Nuk do ta prishësh qetësinë e vajzës sime. Ti nuk do të shkosh pas Jamanit, do të largohesh nga këtu. Do të shkoj gjithsesi. Do të shkoj. Pse më uren kaq shumë mua ti? As mund të tregosh pak keqardhje për njeriu. Mos u bëj kaq ashpër me mua. Nuk e kupton, apo jo? Pse duhet unë të tregoj keqardhje? Çfarë po bën? Flokët tua janë si mëndafshi. Lëkura yte është si një fëmije. Ke shkuar në shkollë i arsimuar. Ti ke një familje që të donë.
Dhe Alena nuk ka askënd përveç meje. Mundësia e vetme e vajzësime është jetnusja e familjes Gylsoj. Nëse bën diçka për të prishur qetësinë e asaj, do të coptoj. Shiko hapin që po e bën. Jamani është faqe e mbyllur për mua. Kam mbaruar. Do të iki gjithsesi. Të gjithë mund të relaksoheni. Të lumt, kaq ishte. Kashtu pra. Zoti mjek, pacienti është pa ndjenja, nuk ka puls. Ai ka një plak në pjesën e pasme të kokës. Ka qëndruar si duket normal për një kohë të gjatë. Ka humbur shumë gjak. Me siguri ka pasur traumë në kokë. Po mundohem për herë të fundit. 3, 2, 1. Po kthehet. Mjaft. Faleminderit. Çfarë ndodhi me shtëpinë e Breshtit? Punëtorët e ndërtimit po punojnë. Kopshti është rënuar krejtësisht. Mos më mërzit shpirt, do ta bëjmë përsëri. Ti mos u bëj merak. Ku ka qenë birë? Eja ullu. Eja pasha? Ti çfarë po bën këtu? Pse më shikon? Mu përgjigj. Yaman, çfarë po ndodh? Në martuam nën. Jeni martuar? Nën, qetësohu të lutem. Si mund të qetësohem? Si mund t'ja bësh këtë familjes tonë? Lërmëni! Nëna ime, të lutem, qetësohu. Hesht! Nën, qetësohu! Hesht! Atesh! Nuk mund t'a besoj. Ata janë martuar. U martua me këtë vajzë. Fol pra birë. Çfarë turpi është ky? Çfarë është kjo? Nuk kam çfarë të them gjysh, u martuam dhe kaq. Janë bërë bashk në nebi. Si e mashtrove djalin tim, çfarë i bëre? Çfarë mund të kisha bërë, zonja Gylfem? Unë nuk mendoj se mund t'i vëm armë në kokë djalit tuaj. Ata e duan njëri tjetrin. Dhe ne si të mëshuar duhet vetëm të respektojmë vendimin e tyre. Ne, kush je ti? Nën. Ti e dije. Duke më parë në sy, po taleshe me mua. Dhe më the se vajza jote do të martohet me djalin e një familje të pasur. Nën, vëlla im nuk do ta dëshironte që kjo të ndodhë. Atere, pse u martua? Pse?
Këtë vajzë nuk e ke dashur kur. Ka diçka tjetër këtu brenda. Ka diçka tjetër. Ka diçka. Ka. Yaman, birim, djalim. Më thuaj, foshja ime? Më thuaj, si mund t'ja bësh këtë nënës tënde? Nën, ata e dua njëri tjetër, në lu. Eja. Fol, biri. Eja, nën. A është atë zënë apo jo? Nëna? Zotri Omer, ju lutem. Ti mbyllë kojan. Përgjigju. A ju nështruat efshit? Jo, gjysh. Atëherë çfarë? Cili është shpjegimi për këtë marrësi, për këtë budallaki? Më trego! Kush është kjo vajzë? Një vajzë e thjesht, e zakonshme, një punëtore e jonë. Çfarë gjetet tek ajo? Mjaft, zotri Omer, mjaft. Mjaft. Çfarë po i thua vajzës sime ti? Ajo është e shkatëruar, të paktën ke keqardhje për të. Si guxon të flasësh para meje? Ti je vendin tënd. Unë nuk do të bëj një mal nga një kodër e vogël. Yaman, nuk do t'i thuash diçka gjyshit tënd. Nuk mund të thot asgjë. Kjo është shtëpia ime. Unë jam krye familjari i kësaj familje. Dhe unë e them fjalën e fundit. Tani për tani. Tani, merre vajzën tënde dhe shporu nga kjo shtëpi. Eja, bi, eja, mos u shqetëso. Eja. Eja, pasha, ullu këtu, të flasim bashk. Ne do flasim vetëm. Le të ulemi të gjithë së bashku dhe të bëjmë një bisedë familjare. Ta kuptojmë së bashku, gjysh si tua. Shikoja një herë gjendjen e ti. As nuk mund të hap gojën. Le të flasim si burra. Le të më shpjegoj vetë. Eja në dhomën e ndenjës. Në rregull, gjysh. Yaman. Gjysh. Askush të mos në vi pas. Eja këtu, eja, ullu atje. Gjyshi tha shumë gjëra. Kurse Amanjas nuk e hapi gojën, ai nuk tha gjë. Aja, ashtu duhesh të vepronte para të gjithve. Çfarë mund të bënd të djali? Hajde, fshi ato lot tani. Fshi me njerë. Hajde. Por, çfarë do bëjmë tani, nën? Ata do të vazhdojnë të flasin, ti mos u shqetëso. Ti ke një kontratë martesa, e kupton? Ti Alena Gylsoj tani. Askush nuk mund të ndryshoj këtë fakt. Mos u shqetëso ti. Në rregull, unë po shkoj në shtëpi. Nuk do të shkosh askund ti. Çfarë shtëpie? Kjo është shtëpia yte tani. Por ti nuk do t'i lejosh që ata të friksojnë. Shko në dhomën tënde tani. Hajde, shko në dhomë. Dhe prit të burin tënd. Ke të drejtë. Sigurisht që kam të drejtë. Ti ke nënën tënde pas. Nënën tënde, vajza ime. Mos u mërzit më shumë, në rregull. Mos i bëj presion atij. Je e kuptueshme edhe me burin tënd. Është në ata juaj e parë. Hajde. Hajde. Shko. Shko në dhomën tënde tani. Tani unë do marrë një këmish nga paja e Alenas. Ju pastroni për rreth këtu. Kur të keni mbaruar, eja merr gjërat e saj dhe e çoni në dhomën e tyre. Në rregull, motra Xhemile. Ashtu, edhe mua më vjen shumë keq për ty, por nuk mund të them asgjë sepse mund të zemrohesh. Të kam besuar gjithmonë. Kjo është përgjigja jote? Turp të qoftë për këtë punë. Për çdo gjë që thua ke të drejtë, më fal. Ke kërkuar falje 40 herë. Nëse ti je kaq i turpruar, pse u martove me vajzën e asaj shërptorës dhe erdhe këtu? Më thuaj! Fol pra. Mos më çmend. Po të kishe thënë më herët do më kishe ndaluar. Ke bërë një marrëveshje paramartesore? Nuk më shkoj në mendje.
Marrdhesa jote me atë vajzë nuk do të zgjas as edhe një vit. Dhe kur ta divorcosh, ajo bashkë me nënën e saj do të kërkojnë para nga ti. E di këtë? Nuk kam as pronë as shtëpi në emrin tim gjysh. Po të mos e kishe bërë atë marrëzi, do të kishe. Por tani që e ke bërë këtë marrëzi, nuk do të marrësh asgjë nga unë. Këtë ta dish. Ti e di gjysh. A e ti... Tani ja, po mos sfidon mua? Trego, po mos sfidon? A je rritur dhe ke filluar të mos sfidosh, ha? Mjaft, lëre të shkoj. Më godit edhe ti nëse dëshiron. I pamoralshëm, më turpruat. Askush nuk bën asgjë për të turpruar. Kjo është e gjitha. Mirë, vëlla, mos u ndërhy. Çfarë do thot mos ndërhy? Do të durosh edhe rrahjet sepse je martuar me një vajzë që do. Ha? Ai nuk ka të drejtë ta bëjë këtë ty. Unë me këta duar ju rrita juve. Unë mos më njohës. A mendoni se unë do të lejoj ta shkelni mbi emrin tim? Ai ra në dashuri dhe u martua gjysh. Ajo është nusja e kësaj familje tani. Jaman! Çfarë jam unë në këtë shtëpi, a? Çfarë jam unë? A jam unë një dordolec? Ajo vajzë nuk është e Ai është i rritur tani gjysh. Një burr i madh është, jo një djalë i vogël. Një burr? Kur arritet të bëheni burra, ju të di? Edhe ti po mo qëndron kundër? Për këtë arsye nuk po martohesh me vajzën e Vuralit? Të thash ty, kam dikë tjetër në jetë. Mos më bëj të flas për jetën tënde. Kush e di se kë do të më gjesh dhe do të më sjellësh këtu? Do të martohesh me vajzën që kam zgjedhur unë për ty. Unë do të martohem me këtë dua, Omer Gylsoj. Çfarë do të bësh? A do të heqësh trashëgimin tënde? S'ka problem për mua. Unë e di se çfarë të bëj. Unë do t'i heq trashëgimin dhe mbi emrin Jamanit. Pastaj, le të marr gruan e tij të panjohur dhe të largohet nga shtëpia. Çfarë do që të bësh? Ma bëj mua, vetëm mua. Por mos prek Jamanin dhe Okanin. Nuk mund të shkosh shumë larg. Nuk jam duke shkuar larg. Unë mund të bëj edhe më shumë se ç'kam bërë. Jo ende nuk e njihni gjyshin tuaj. Një sy për një sy. Pra do të mbizotroj vullën e ty, apo jo? Po! Kjo është gjëja më e rëndësishme për një njeri si ti. Tani mendo mirë. Ose martohesh me vajzën që kam zgjedhur unë, ose do të durosh ata që do të ndodh, zotëria tesh. A më kuptove? Ik jashtu. Mos më njohës. Në rregull është. Hesht, moj. Hesht. Dal. Hesht. Më beso mua. Asu nuk jam mirë fare.
do ta fal kur. Sa të jem gjallë. Asnjëherë. Edhe njëherë. Mos më prek. Mos më fol mua. Qëndro largë meje. Kuptove? Qëndro largë meje.